kur filluan luftën, ishin një ideal. Cili ishte ideali i tyre? Ideali i tyre ishte të çlironin vendin. Të çlironin Shqipërinë nga pushtuesit e huaj dhe të ndërtonin një Shqipëri për popullin. Pra ishte një ideal patriotik. Unë mendoj që sot ka nevojë, shumë nevojë, që njerëzit tanë të kenë një ideal. Nuk flas për një doktrinë filozofike, po flas për idealin kombëtar. Ta duan atë dheun e tyre, ta duan Shqipërinë. Dhe partitë politike që luftojnë sot, qeveria, njerëzit janë në pushtet, duhet kenë një ideal, këtë ideal kombëtar, që t'i shërbejmë këtij vendi, që ta nxjerrim këtë vend nga këto vështirësitë mëdha në të cilat gjendet, sepse gjendet